Socialistët në Komisionin e Ligjeve i dhanë votën e parë pro një propozimi për ndërhyrje në ligjin për qeverisjen elektronike, që parashikon ndryshim në mënyrën se si vepron Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e vënë në qendër të vëmendjes për abuzimet të dyshuara me tenderat. Nisma që mban firmën e deputetit Erion Malaj parashikon që Akshi mund të krijojë ose të bashkëpunojë me shoqëri aksionare, ku shteti zotëron të paktën 51% të aksioneve. Pra nuk kemi të bëjmë me privatizim të shërbimeve digjitale, por me korporatizim funksional publik të orientuar drejt performancës, profesionalizmit dhe qëndrueshmërisë. Nuk dobëson kontrollin e shtetit. Por demokratët kundërshtuan ndryshimet, duke theksuar hetimet e SPAK-ut për tenderat që ka zhvilluar Akshi dhe akuzat për grup të strukturuar kriminal që rëndojnë ndaj ish-drejtueses së agjencisë dhe disa biznesmenëve. Çfarëdo lloj shpike ligjore që ju të mbani, ju duhet më parë të dekriminalizoni Akshin, që agastrat dhe ata tjerët, nuk e di, berber nuk e di se si quhen tjerët, mos kapin llokmën e Luanit të 500 milion euro të dhëna. Jorita Tabaku ngriti një pyetje. Tendrat e Akshit, zoti kryetar, janë ndarë me revolet e koka. Kush na siguron ne që kjo kompania private që do sillni për operacionet e Akshit nuk do të kryejë të njëjtën gjë? Por argumentat e opozitës nuk e ndryshuan qëndrimin e mazhorancës. Çdo lloj tentative për të hedhur balt mbi një agjenci shtetërore prestigjioze, për ta lidhur me insinuata që i takojnë sigurisht për t'i sqaruar drejtësia. Ndryshimet në ligj kaluan me votën pro të deputetëve socialistë dhe kundërshtimin e opozitës. Mirato dhe ndërsi projekt ligji